Në këtë foto, shihen gazetari Milajm Zeka dhe Fatmir Sheholli, i dyshuar tashmë për spionazh, të dy po rrinë në një restorant në Prishtinë. Kjo dosje kaltën mbi tavolinë solli edhe takimin mes tyre të 30 shtatorit. Brenda saj, siç thot prokuroria speciale, ka materiale sekrete, audio e transkripte të zyrtarëve të lartë të Ministrisë për Komunitete e Kthim, përfshir ministrin Nenad Rashić, të cilat Sheholli mori nga bija serbe, me të vetmin synim ndërhyrjen në zgjedhje lokale. Për këtë punë, Sheholli u pagua 5.000 euro, ndërsa për publikimin e tyre të emisioni Parotlla do t'ja ndante Zekës 1.000 euro cash. Mel, që ku i kishtë 1.000? Hajde. Që, 1.000 ma vunë kur ta qesh tjetërën? Që të ngusën ai kosh, therrëm. Po, therrëm. Ej, që ma qato kur të, ajt, zemra jam. Në dëshminë e tij në prokurori, Milajm Zeka ka pranuar se mori 1.000 euro nga Fatmir Sheholli për t'i publikuar ato inqizime në portalin Parotlla, duke pretenduar se besonte që parat vinin nga organizata gjermane GIZ. Sidoqoftë, plani funksionoi. Më 30 shtator, sapo i mori parat nga Sheholli, Zeka i nxori incizimet në portalin Parotlla, me shënjesër Nenad Rashićin dhe zyrtarët e ministrisë. Prokuroria speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj të pandehurit Fatmir Sheholli për 2 vepra penale: spionazh dhe shantazh. Shënjestër.net